Autoritetet greke vazhdojnë t'i çajnë hallet me kolegët e tyre shqiptar, por jo me ata të VMRO dhe PMNE-s. Edhe në takimin e një dite më parë të dy ministrave të mbrojtjes Xhaferi dhe Avramopoulos, Athina Zyrtare riafirmoi qasjen konstruktive të saj, ndërsa u ankua nga qasja populiste dhe nacionalizmi që zhvillohet në Shkup. Ministër, jam i sigurt se dhe ju besoni se historia na ka mësuar që respekti ndaj historisë, qasja e sinqertë dhe reale, ballafaqimi me dallimet ka qenë gjithmonë bazë për përparim dhe prosperitet. Nga ana tjetër, populizmi dhe nacionalizmi nxisin, siç është dëshmuar, izolim, tensione, paqëndrueshmëri dhe krizë. Edhe ministri Talat Xhaferi theksoi përgjegjësinë e politikanëve në të dy vendet, me qëllim të përafrimit të dy popujve dhe thellimit të bashkëpunimit në çdo sferë. Unë jam i bindur se porosit e dhëna në të dy anët së pari janë porosi të sinqerta të cilat duhet të arrijnë deri tek vesht të qytetarëve tanë, të dy anët, institucionet tona të cilat me një intensitet më të theksuar dhe duhet të angazhohen drejt gjetjes së qëndrueshme të një zgjidhje të qëndrueshme rreth çështjes që ende është ndarëse në marrëdhëniet tona, pra çështja e emrit. Megjithatë, qasja e tillë e Greqisë për ish ambasadorin Hristo Nikovski lidhet me synimet greke për të krijuar përçarje në Maqedoni. Bashkëpunimi është i njëanshëm dhe kjo nuk ndodh rastësisht. Pala greke me qëllim i fton ministrat shqiptar në qeveri dhe tregon se dëshiron të demonstrojë përçarje në Maqedoni. Mos harroni se Venizelos në Paris deklaroi se shqiptarët në Maqedoni e përkrahin qëndrimin grek, pra keq përdorin edhe publikisht. Ne bëhemi prej grackes së Greqisë dhe kjo është e dëmshme për Maqedoninë. Qeveria duhet të marrë hapa serioz në këtë drejtim dhe të mos lejojë manipulime të tilla me palën maqedonase. Për ministrin Xhaferi, ky ishte takimi i dytë me homologun Avramopoulos pas atij të shtatorit. Thuaj se të gjithë zyrtarët e BDI-s janë takuar me homologët e tyre grek. Teuta Arifi, në cilësinë e zëvendës kryeministres për çështje evropiane, u takua me kolegun Teodoros Pangalos, ndërsa edhe pasardhësi i saj Fatmir Besimi zhvilloi dy takime me kolegun e tij grek Dimitris Avramopoulos. Takime të drejtë për drejta me autoritetet greke, pati edhe kreu i BDI-s Ali Ahmeti, i cili në fillim të shtatorit të vitit të kaluar takoi zëvendës kryeministrin grek Evangelis Venizelos. Nga ana tjetër, pavarësisht ftesave të shumta të kryeministrit Gruevski dhe ministrave tjerë të VMRO dhe PMNE-s, deri tani nuk ka pasur përgjigje pozitive nga kolegët e tyre grek.